Loredana duket se ka vendosur që të ndahet nga Jozi pas një debati që patën pas ditën e sotme. Banorja është bërë me nerva me të dashurinë e saj, i cili është bërë me Rozanën gjatë një debati mes tyre. Ajo i tha Jozit që më mirë të qepte gojën e mos të fliste se sa të ndërhynte. Të lutem se më ngritë nervat aq shumë sa nuk e ke iden. Ik mos më rri afër, nga sot nuk ekzistoj në shtëpi për ty, i tha ajo banorit. Ndërkohë ky i fundit ju drejtua, me qenë se e paske kaq lehtë, në rregull, ç'a të them, pengesë nuk bëhem. Thjesht po tregon veten tënde asgjë më shumë. Me që kaq lehtë e paske, kujtojmë se lidhja e Loredanës dhe Jozit ka patur shumë ulje dhe ngritje brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Mes tyre nuk kanë munguar debatet, por sërish janë rikthyer në krahët e njëri tjetrit. Pjesë nga debati, Jozi: "O Hutaqe është duke u tallur me ty, Loredana, ik aman se më ngre nervat." "Hutaq je ti që bëhesh me Rozanën, Jozi, nuk isha duke u bërë me Rozanën Loredana, hutaq je ti që vete e mbron Rozanën. Më mirë qepe atë gojë mos fol fare se sa të futesh aty, Jozi, mos më thuaj mua qepe, Loredana, të lutem se më ngritë nervat aq shumë sa nuk e ke iden. Ik mos më rri afër, nga sot nuk ekzistoj në shtëpi për ty, Jozi, betohu, Loredana, betohem, Jozi, betohu për mamin Loredana, betohem për mamin, Jozi." Ok, mirë, gjesti, në shtëpi po thot, se jashtë mund të jeni bashkë sërish, Jozi, me qenë se e paske kaq lehtë. Në rregull, ç'a të them, pengesë nuk bëhem. Thjesht po tregon veten tënde asgjë më shumë. Me që kaq lehtë e paske.